mbrëma, Ardeta. Ua, mirë se erdhe. Erdha në kohë. Shumë në kohë, po çam ke sjell, çam ke Kam si sjell. një dhuratë shumë të vogël, Me që jemi në me që jemi në Prak periudhë Krishtlindje. festash dhe që mund ta përdorim edhe sot. super. Ose isha gati dhe ta hapja vetë. Wow. Do me thënë, kekun e Krishtlindjes sot do ta Do ta bëjmë me bëjmë këtë me trëndafilin e këtë bukur. formë. Po shumë Do faleminderit. provojmë ta bëjmë në formë Unë nuk kisha trëndafili. një formë kaq sofistikuar. Me këtë rast mund të kemi një kek edhe të shishëm, edhe të bukur, dhe që ta vëmë në qendër të tavolinës dhe t'i japim atmosferë Ti festave. nuk i bën ndryshe. Për Madje, mua është pak e rëndësishme dhe forma. Nuk jam nga ato që të mjaftojnë vetëm që të them shija e mirë dhe do shkoj në bark. Syri më kënaq, po ajca dhe stomaku. është shumë e vërtetë dhe unë kur shikoj ato postet e tua edhe kur jemi jashtë kohës Krishtlindjeve gjithmonë më asociohet me atë atmosferën e bukur të gatimeve të ëmbla. Është e vërtet, shumë faleminderit dhe ty për komplimentet. Neve do ta nisim me një prosecco si gjithmonë. Pastaj gjithmonë. kemi ëmbëlsirë, kështu që kemi festa, kemi arsye për të festuar, jemi veshur me të kuqe. Sa herë vi këtu tek ty ne gjithmonë me prosecco e nisim. Kudo që t'jemi, dhe jashtë sezonit, edhe jashtë xhirimeve, edhe kur vim në Food Lovers. Kemi një element ndryshe sot që herët e tjera nuk e ke gjetur. O, sa i bukur, rushim francez. Është fiks për të festuar. Perfekt. Ua! Kjo ishte fiks për të festuar. Sa do thoja që hapja u bë mirë? E po le të shpërthej, proseccoja ishte kjo. Okej, shumë e bukur kështu, çrënd si ka. Ne prap se prap do bëjmë gëzuar. Gëzuar, mbarsi. Gëzuar. Wow. Shikon si kënaqet edhe syri, kënaqen të gjitha shqisat. Tani, unë do duhet ta pastroj pak këtë. Kurse unë të shkoj direkt në kuzhinë. Ti në kuzhinë ti merr reformën, Po, edhe për para. direkt në punë. Pa humbur kohë. Gotën po ta sjell unë. Shumë faleminderit. Sa gjërat mira kemi sot. Ke bërë gati të më shinduart. Po instruksionet i ndjek me kujdes. Është këtë ka ëmbëlsira, do që t'i ndjekësh instruksionet Do me shumë precizion. kujdes dhe bëhet gjithçka shumë e lehtë. Të japim këtë përparsen tonë të famshme që ti tashmë E kam edhe në shtëpi. veshur, E ke E edhe kam edhe në shtëpi dhe e vesh edhe në shtëpi. Aj. Ndërkohë që ti fillon me gjërat, unë do fshi proseccon se është mbarsi kur deri te prosecco se kur deri te aty e di që çdo gjë është mbarsi, çdo gjë është mbarsi, çdo gjë që të bën të bësh punë shtëpia pas tyre është mbarsi. Atëherë, i kemi gjërat gati dhe i shpjegojmë gjatë rrugës, sepse bëhet pak e mërzitshme po të fillojmë kemi këtë, kemi atë. Di vetëm të them që do bëjmë një kek që është shumë i mirë, ka shije shumë të mirë, frutash, një miksim shumë i mirë, frutash të thata dhe këto frutat e sheqerosura, ka një dekor shumë të bukur, shtëpia vjen erë shumë të mirë, duket shumë i bukur, me formën e duhur, duket edhe më i bukur akoma, njerëzit mendojnë që ke bërë një punë. Wow, në fakt është një gjë shumë e thjeshtë, si ta shohësh, është thjesht një kek. Po në fakt, por thjesht ka një pamje wow. Po çfarë bën një gjë diferente? Ja për gjithë elementet, këtë atë, nuk është më aq e thjesht, po merr një tjetër formë, kështu që edhe më festive. Atëherë, ne fillojmë punën. Po. Unë do filloj punën me gotën me vete. Me çfarë ta filloja punën unë? I mban mend ku i ke not apo si mban mend ku i ke? Jo, po thoja tani me çfarë do ta filloj unë punën, me çfarë prerje. Me Ja, se erdha. Okej, atëherë, do ta filloj me rrushin e thatë, i cili duhet të rri 10 minuta në ujë. Në ujë të ngrohtë, mos e? Okej. Shumë faleminderit. Ndërkohë mund të vetëm të më peshosh frutat e thata, që unë të filloj të pres frutat e thata. Sa në duhen? Më duket se ishin 50 gram, por duhet ta rilexoj recetën. Nëse ky si për kek ka kaq shumë ingredient, ka shumë ingredient. Mund të thuash që është një gjë e thjeshtë. Unë është e thjeshtë. di me sa i bëj kekun unë? Me 3 gjëra.
Kur e bëj? Atëherë janë 80 gram lajthi dhe arra të coptuara, pra 40 njëra, 40 tjetra. Okej, super. Dhe frutat e thata dhe njëherë ishin 70 gram frutat sheqerosura. Unë zakonisht bëj pak më shumë, se i ha dhe vetë gjatë kohës. Po e bëj me precizion më kështu, edhe një lajthi më tepër nuk po e lë, 40. I ban. Perfekt. Po më lërë se mund t'i haja unë për shumë. Ja do t'i mbajmë tu më vete këto. Jo, s'ka gjë. Këto që do ham, se dhe unë ha gjithë kohës që gatuaj, kështu që e kam timen këtë. Po jes tu t'i kemi mix. Thjesht do bëjmë një prerje të thjesht. Okej. Ti bëj unë këto dhe ti bën të tjerat? Po. Se unë të tjerat nuk e di procesin, kështu që këto po i bëj. Apo do të filloj unë? Jo, e bëjmë, janë të peshuara dhe të tjerat? Përveç frutave të sheqerosura, të tjerat janë gjitha. Okej, unë po filloj kekun atër dhe ti bën gjitha prerjet. Okej, super. Edhe frutat. Me sa gramaturë kishim ato, duhet ta shikoj prapë, sa asun se mbaj më. Po s'kemi që i bëjmë tani. Edhe spatulën. Mbi 40 atë është që nga ky problem. Është ky problemi, nuk është se më erdhi sot. Unë preferoj të them që e kam nga mbi të 40-at, se duhet bëhemi çik solidare me njëra tjetrën. Po prit se lajmi i mirë, në thonjza është që ti s'ke parë si bëhesh afër të 50-ave, kështu që. Unë them që do jetë bekim që të shkojmë, ta shohim, që duhet ta marrim me. E vërtet. Duhet ta shohim kështu. A janë okej kaq të prera apo duhen më të imta? Jo, janë shumë mirë. Edhe më të trasha po të ishin, është okej. Ideja është që të ndjehen, jo të jenë si miell. Imagjino të më ikë lajthia mua, të gjëmoj lajthin unë pastaj. Po ja kështu është kur i bën me aq precizion sa i bëre ti. Tani atëherë. Ti bëjmë këti perfekcionit tim. Është perfeksioni virgjëreshës. Unë kam dyshë që të ngushta virgjëresha. Më ndjek. Mendo 2. Se ju për veten tuaj jeni mirë, po të shkretet ata që keni afër. Nuk jemi dhe ishë mirë se e vuajmë këtë, po nuk bëjmë do të ndryshe, nuk bëjmë do të ndryshe. Atëherë, se mos më shpërthen ndonjë gjë. E dija që o të shpërthen, do më shpërthen të një gjë. Okej, atëherë i bie që do të përdorim atë mikserin e smegut, edhe kemi më të sigurt aty, si thua. Okej, në rregull. Ta sjellim mikserin aty. Ose mund ta bëjmë këtu. E bëjmë aty, mirë. Me qënë se i bëm gjërat. Atëherë, këto u grinë, brumi është pothuajse i bërë, dhe me qënë se kemi ardhur t'japim dhe receta, jo vetëm të pimë në të dyja, të bëj dhe një përsëritje si e bëm deri tani ëmbëlsirën. Ç'a kemi bërë? Atëherë, çdo kek në përgjithësi, unë e filloj duke rrahur sheqerin me gjalpin. Pasi rrahim dhe i bëjmë krem, mund t'i bëjmë dhe me rasen e dorës, nuk është e thënë që të kemi gjithmonë një makineri në shtëpi. Pasi rrahim vezën dhe sheqerin dhe bëhet krem, shtoj vezët një nga një. Në çdo vezë që bëhet krem, vazhdoj shtoj vezën tjetër. Vezën të tërën, apo jo? Po, i shtova një nga një vezët, bëhet krem, vazhdova shtova vezën e dytë, vezën e tretë, të katërt, pastaj hodha erzat, plurin fryrës, hodha Philadelphian, tani është bërë krem, do vazhdoj me përbërësit e tjerë, do hedhi miellin. Këtu kemi është për në fund për dekor, frutat e sheqerosura dhe frutat e thata të prera. E të gjitha do t'i bëjmë mix aty? Të gjitha do t'i bëjmë mix, është gjë më e thjeshtë. Në këtë moment që ne kemi mbaruar, ajo mund t'a bëjmë dhe me spatull. Po rushin e thatë? Bravo që ma kujtove, duhet hedhim dhe rushin e thatë, të cili do t'i heq ujin dhe do t'a thaj, do t'a shtry, do t'a thaj me një karpicet. Duhet ndonjë kulles? Do t'a bëja me dorë, por me kulles bëhet më mirë. Në qënë sa? Mirë që ma kujtove se mund t'a kishim bërë dhe pa rush në këtë moment. Po njerë që kam harruar, kam bërë një kek me mollë dhe kisha harruar miellin. Doli prap shumë i mirë. Ma merë mendja. Pastaj pash që kishte receta dhe pa miell. Jo të gjithë e përdorin miellin. Po.
Edhe kjo, si quhet kjo receta franceze me moll? Tarta të. Tarta. Edhe ajo është pikur pa dashje, kështu nga një gabim që e kishin bërë edhe... Ti e djetë shprehjen që thonë për shefat? Që si lindin recetat e reja në kuzhinë? Duke harruar gjërë. Që shefi bën një gabim, tha, dhe pastaj i hedh një salcë sipër dhe thotë kjo është pjata jonë e re. Eksakt. Pastaj gjitha këto recetat që janë kështu kanë lindur, duke improvizuar, se s'ka asgjë, nuk është shkencë eksakte. Sa të dali bukur do ta bëjmë. Atëherë. Ka goxha ingredient panetones kjo përveç... Ke shumë të drejtë, shumë e ngjashme me panetonen. Për shkak të gjërave që ka brenda dhe ndryshe nga panetonia nuk ka këto kohë të ardhjes. Panetonia do ka brumin ndryshe. Ko pafund e kemi bërë bashkë panetonin këtu. Dhe ka qenë spektakël. Ka qenë shumë e bukur vërtet. Dhe bëm një super panetone. Ndërkohë po ha ndonjë gjë nga këto, janë tepër. Nga ato të papeshuarat. Është pothuajse gati Ardeta. Super. Atë mund ta ndezë në furrën atë? Po, mund ta ndezësh furrën. Me sa grad? Me 180 gradë. Mund të bësh gati edhe formën. Okej. Do t'i hedhim dhe pak miell. Do t'a sprucojmë dhe shumë pak miell. Besoj se e kam lyer mirë. Po. Është okej? Super, po. Vetëm pak miell. Okej. O Iva, unë ty të shoh shumë të lidhur me leximin. Sigurisht që është profesioni yt, por është dhe pasioni yt. Janë të dyja bashkë. Edhe unë të ndjek prej shumë kohësh dhe një nga ato gjëra që të ndjek me shumë kënaqësi është sigurisht ëmbëlsirat, por më së shumti janë sugjerimet që ti jep për librat, komentet që bën për librat që lexon. Sa keq më vjen që bëj aq pak. Është gjëja që pëlqej më shumë dhe bëj aq pak. Sepse edhe lexohet shumë më pak se sa dikur. Kemi gjithmonë më pak kohë. Dhe pastaj dhe kur lexoj, për shembull në këtë moment kam 3 libra që i kam lexuar, që e di që dua të bëj nga një review dhe nuk po arri dot. Që do t'i komentosh. Është vetmja gjë që në këtë periudhë më vjen keq gjithmonë, këto vitet e fundit është vetëm koha. Është gjithmonë e pamjaftueshme. Ti thua që ti ke lexuar dhe s'po i komenton dot, ndërkohë po hedhim rrushin e thatë. Rrushin e thatë. Pasi e shtrydhëm. Unë po them që mbi komedinën time janë 2 libra që i hap edhe i mbyll. I hap edhe i mbyll. 2, vetëm 2? Po 2 sa i treti është një libër italisht që as të kam filluar. Po këto të 2 që i lexoj me radhë, po lexoj 2 faqe dhe më zë gjumi. Është shumë normale. Nëse të ngushëllon, unë në shtëpi kam të paktën 50 libra që janë bler për t'u lexuar dhe janë vandak dhe presin që të lexohen. Mirë, ashtu. Janë 50. Ashtu po, se dhe unë bleje me atë maninë dhe pastaj. Janë 50 dhe kur më del ndonjë që duhet lexuar patjetër shumë shpejt për një që mund të jetë një kolegu. E fut pa radhë. Apo për punë e fus pa radhë dhe më duket, ja thash dikujt dhe i ngeli hatri, thash, e di ç'kam bërë për ty, thash, unë kam lexuar pa radhë. Dhe nuk e kuptoj që për mua quhet sakrificë. Për sakrifice që gjithmonë mirë ishte edhe kolegu, gjithsesi. Që gjithmonë presin, po koha është bërë gjëja më... është bërë kohë gjëja më e çmuar, me të vërtetë. Dhe më e pakta. Sa më shumë kalon duket sikur është më pak kohë. Po, edhe bëhesh edhe pastaj të vjen edhe keq, fillon pendesa që dikur nuk e kisha, nuk u shkonte mendja. Që do vinte dita që do pendohesha për kohën e ikur. Në postimet e tua ka shumë qetësi, nostalgji, kujdes për detajin. Janë shumë të kuruara gjithmonë postimet që bën, storyt që hez. Edhe... Më skuqe tani. Është vërtet, unë nuk parandjek shumë bloggers,
Po, ty të ndjek me shumë qef. Shumë faleminderit. Ndoshta edhe fakti që të njoh nga afër, po jo nuk besoj që edhe vetëm kjo arsye. Edhe nga afër, edhe kur komunikon me një njeri, siç dhe ne komunikojmë her pas here, algoritmi ti nxjerr më shumë, sepse çështja duhet jetoj me algoritmet tani. Mua më dalin gjithmonë fillim sepse unë i klikoj. Pikërisht është algoritmi. Nuk më dalin pa dashje. Por e gjitha ajo që po të thoja që unë të ndjek me shumë kënaqësi sepse nuk është se vetëm shikon për të kaluar kohën, se është bërë dhe kjo një nga këto gjëra që interneti të merr. Por është ajo gjëja që ti mëson gjithmonë një gjë, apo jam shumë kurioze kur bën ato ask and questions që po i bëj her pas here. Shumë nga ato janë aty që të hypin nerva. Her pas here i bëj sepse pëlqehen, i bëj se edhe ndonjëherë unë argëtohem. Por kam dhe, sinqerisht, është një nga gjërat e natyrës time, unë jam shumë komunikuese. Dhe i gjej veten shumë mirë, e kam gjetur në rrjetet sociale, sepse rrjetet sociale kanë në bazë komunikimin. Sepse ti jep feedback, dhe nuk është thjesht që aty jam në fushën time, gjithmonë jam natyra që flas, komunikoj me njerëzit edhe në inbox. Në 80% të rasteve unë kthej përgjigje. E ti thua më s'kam kohë, ajo ka do super kohë, merresh. Mua nuk më ka pëlqyer kurrë që ti konsideroj ndjekëset e mia, e di që duket klishe, po që të them numra. Është e vërtetë. Ka disa që i njoh me emër, ka disa dhe që i kam takuar, disa që komunikoj më shpesh, ka raste kur s'kam kohë që sigurisht nuk i hap. Po në të shumtën kam e quaj një pjesë të punës që një orë është në ditë. Ajo është një nga ato gjërat që përgjigje mund ta bëj edhe me këtë apo të një spatull të dytë. Po një spatull tjetër. Perfekt. Që ndihmon. Perfekt. Ky është një brumë shumë i pasur. Sot është goxha dhe i plot. Është i plot. Është i plot, është pak tekanjos, sado që është i thjesht, të themi atë që është pak tekanjos që për shembull nëse nuk varet nga forma, nëse nuk do piqet me një herë, nëse ne shohim atë që mbetet i butë nga brenda apo krijon atë koren sipër, do ta veshim me letër alumini dhe që ti futet nxehtësia më mirë pa e djegur nga sipër. Me kalimin e kohës, dikur dhe më prisheshin në mbëlsirat, po kam mësuar dhe të improvizoj, ti shpëtoj, them në fund. Praktika pra, që ti ke fituar. Po ky që nga një kek tekanjos. Është tekanjos, nuk është. Ose bëhet tekanjos në një formë më të thjeshtë nga ajo forma klasike, ose në fillim unë e kam pjekur, ndoshta edhe foto që të kam dërguar ty është me të, në një formë silikoni. Në formën e silikonit bëhet shumë kollaj. Po, aty bëhet dhe më. Tani unë këtë e bëj që ta bëj pak më të bukur. Po, kjo është gjithë ideja se ne na duan edhe të bukurat. Se deli bukur në Instagram. Që ka nevojë që të hapet apo hapet vetë? Ka nevojë që të vi përpara se apo jo? Direkt në furr. Direkt në furr. Ke kënaqësinë. Shumë faleminderit. Apo s'des për soba profesionale. Atëherë edhe keku u fut në furr. Çfarë do bëjmë tani? Po do bëjmë një gëzuar si fillim. Ku e ke gotë? Këtu gotën. Unë këtë punë kam. Gëzuar. Këtë punë kemi ardhur. Tani gjatë kohës që keku piqet, se neve nuk do rrim pa bërë asgjë, pa do bëjmë punë të tjera. Të bëjmë një antipas të voçkël. Sa mirë. Për ne të dyja. Edhe ndërkohë edhe konsumojmë. Po edhe dekorojmë, japim dhe një prekje festive. Antipaste. Si t'i bëjmë si lule? Si të kesh dëshirë. Po. Për shembull, po të kemi gotë, unë të bëjmë një lule të vogël. Të duhet gotë ujë, verë besoj. Ky lloj? Por nuk ka rëndësi sepse thjesht do më duhet që rrethin më të ngushtë. Për rrethin, bravo. Unë atë e hap me stik më mirë se kam më thjesht, edhe nuk lodhem. Edhe me gërshër, pas njëre gërshërën do ishte shumë mirë. Këto e heshim se nuk na duhet, no? E bërë azarari. Jo, nuk theve asnjë gjë. Po edhe po u thyë puna madhe shumë. Do ishte prap fat. Po, kështu e konsiderojmë. Do të bëj të provosh ca djathra që janë super të shishëm. Kjo është me tartufë të zi.
Sa mirë. Këto janë djathra hungarez më falë, po, holandez, jo hungarez. Dhe i importon Fixi. Fix Experience. Nuk e di nëse ke qenë te restoranti. Po, kam qenë. Por më pëlqen shumë ajo ideja që kanë krijuar që është Fix Experience vërtet. Burri im gjerman, ti e njeh, se vjen shpesh edhe këtu, ka shumë qef kërnackat e Fixit. Po, kush është ai gjerman që nuk do kërnacka edhe birra, apo jo? Po. Kjo është me pesto dhe kjo është me spec të kuq. Sa mirë. Me chili madje, me spec djegës kuq. Tani ne do I hapim të treja që edhe ti provojmë. Unë kam provuar në fakt 2 shije të tjera, po ishte djath I ri thoshte, po ishte shumë I shishëm. Edhe ti në përgjithësi shtron shumë antipasta në shtëpi, e natyra e antipastave. Unë jam natyra antipastave. Unë s'jam natyra që njerëzit presin që unë të gatuaj, që të 2-3 pjata ushqim. Jo. Nga që e ke punë. Gjithë njerëzit që e kanë punë nuk duan të tek unë mund vish për një gotë verë shumë rehat, po jo për më shumë. Ndonjëherë këto familjarët e mi, kur ne mblidhemi, e din që s'mund presin që unë të gatuaj. Edhe pse gjithmonë mendojnë që unë t'ju bëj ndonjë gjë, por nuk e kam nuk më jepet shumë. Ante antipastat, po, është gjëja ime se I dekoroj me shumë qef. Duken të bukura, të gjithë kënaqen dhe nuk ha dajt shumë. Aq duhet hash. Pastaj shto dhe verën, e ke marrë mjaftueshëm kalorit që të nevojiten për të mos e tepruar. Iva, çfarë pjatë gatuan ti përveç ëmbëlsirave që e qanë? Që e qaj. Që Soreni e pëlqen shumë. Tani ti e njeh Soreni nuk është daq entuziast, I pëlqen shumë, por rezultati matet sa shumë ka ngrënë, jo, se mos prit që një burr gjerman të thotë, it's amazing, se unë të doja prej ti, por nuk e thot kurrë. Por thot thjesht thotë, it's okay. Ja, por një gjë shumë të mirë. Kjo dash ka korrigjuar, Por kam hequr dorë, tani thjesht bëj gallac me këtë gjën. Ai në përgjithësi çdo gjë edhe vetë gatuan, ti e ke parë që gatuan me shumë qejf, pa sa I mirë që duket. E te prova unë me këto, bura më shumë se sa duhet edhe... S'ka gjë se nuk e kemi me... Jo, po di, unë mërzitem shumë kur nuk më dalin bukur format. Ajo, pastaj shikoje ti si e do dekorin. Mërzitem shumë nëse s'më del dekori si që duhet. Po një pjatë gjermane që ty të pëlqen, ku shkon? Pjatë gjermane që mua më pëlqen shumë janë brat kartofel, quhet. Që është me patate. Ato e ka bazën. E kanë bazën e tyre, por nuk janë patatet që të jenë thjesht patate. Gjithë sekreti është që kanë shumë shije. Kanë shumë erza, kanë... Nuk janë për shembull këto që unë I kam shumë qef, janë gjithmonë për të shoqëruar. Zjehen patatet, bëhen feta, pastaj në një tigan do me gjalp të shkrirë që e mban nxehtësinë, skuqet pancet me pak qep, me pak qep edhe në fund pastaj shtohen dhe patatet, ju hidhet armoskat, ju hidhet kri, piper, bëhet e gjitha shumë e mirë dhe në fund ai bari I qepës, erba cipollina. Që jep bëhen shumë të mira. Pra nuk është ai versioni I patates, edhe bukë edhe gjell. Nuk është se ato kanë patate të zjera dhe sallata e patateve është shumë e mirë. Gjithsesi, kështu që kanë variante shumë të mira. Të shoh pakekun çfarë po bëhet? Po, jemi shumë mirë dhe me kekun. Na njofto. Jemi shumë mirë dhe me kekun. Ta bëni njërë këtë lulen ti kalosh Krishtlindjet në Gjermani? Jo, Krishtlindjet është jashtëzakonisht bukur dhe unë shkoj çdo vit, edhe këtë vit gjithashtu, por nuk shkoj në ditën e Krishtlindjeve.
sepse kam shumë qef që në Krishtlindje nuk dua televizion në shtëpia ime. Kështu që shkoj, bëj pazaret. Festave në fakt është në shtëpi. Bëj pazaret edhe Krishtlindjet i dua në shtëpi, vitin e ri e dua në shtëpi, janë të lidhura për mua ngushtësisht me shtëpinë. Festat, në fakt, nuk kuptojnë familjen shtëpi. Unë i kam pasur gjithmonë që festat e fund vitit edhe që kur jam lidhur dhe me një Gjerman, i kam dhe më qef akoma, sepse zbulova që unë mendoja që Krishtlindja ishte amerikane, ishte festa më e bukur në Amerikë, por zbulova që atë dheu i Krishtlindjeve që ka Gjermania. Ashtu. Edhe u kënaqja që unë atë dheun e Krishtlindjeve pas kam në shtëpi. Mblidheni me familjarët, është më kjo? Mblidhemi, për shumë vite unë nuk jam mbledhur dhe tani jam e penduar sigurisht, sidomos për familjarët që nuk i kam më, por tani mundohem që të mos ta lë më kohën të iki dhe të kem pendesa të tilla, ose duke u rritur jemi bërë pak më tradicional që krijojmë këto ritet tona. Kthehemi në bazë. Dhe pak a shumë tani duke krijuar unë familje, vllai familje, kemi bërë ca rregulla që u bën një herë edhe ti e gjen që o t'i bësh gjithmonë. Pastaj që në Krishtlindje mblidhemi tek unë, për vit të ri mblidhemi tek ai. Vazhdon kjo. Në të gjitha rastet gatuaj unë në të dyja shtëpitë. Ose tani më jam futur disa tradita të reja që i kam krijuar dhe vazhdoj bëj, që bëj të njëjtin mish gjithmonë që e kam vetëm për vit të ri, dhe që bëj Wellingtonin e famshëm dhe që ajo të merr dhe goxha. Por e bëj me shumë qef bashkë me përsheshin me gjel. Për Krishtlindje preferoj ta mbaj me gjëra deti. Po mirë, po goxha i mbenjim, domethënë. E bëj me kaq qef Ardeta sa se ke ide. Dhe me zi pres të vi dita që ta bëj beef Wellingtonin, sigurisht duke e bërë vit për vit, ja dhe jam perfeksionuar dhe dita ndaj kohën, çfarë bëj një ditë para, antipasta gjysmë të gatshme, dhe këto të gjitha. Bëjmë pak nga këto krudoja. Tani doli bukur, tani mund të flej qetë, se po të më prishej prap forma. Djati s'ka dalë dhe aq bukur, por nuk po e vras shumë mendje. Po të më prishej prap lulja, po e nuk duroja dot. Ti bëjde një foto, se unë s'ri dot pa ju bërë foto. Fotot i bëjmë në çdo rast. Unë e bëj dhe rrugës, një ta kem. Po një pjatë nga ato që se ke goditur kur, që s'të del kur e mirë. Bëraj. Po mua nuk më zë gjumi, po nuk më doli. E di kush ka qenë? Për Krishtlindje, para ca vitesh, provova pavlovën për herë të parë. Okej, që ka goxha. Mu duk shumë e thjeshtë, se thash qa është vezë e bardhe rrahur e pjekur. O zot, atë vitin e parë e kam bërë 4 herë. Pas ka dal inati, do me thënë. Nuk më dilte inati, derisa prap u bë çka, ajo e 4-ta, të paktën bëra ca fotografi që i ka pak shumë nga një anë që dukeshin. E mirë, nuk kujtova, e mbaj mend. Dukeshin okej, po. Bravo. Pastaj shkova te një mikeshe imja, Linda Fishta, që më ka mësuar të bëj shumë gjëra ku kemi punuar bashkë në Tring. Meqense era fjala, edhe kjo recetë e kekut është e huazuar nga Linda, po unë e kam bërë kaq shumë. Sa Linda rreziku është bërë jotja. Nuk e mban mend që ai shkeku i Lindës poshtë i imi. Dhe atë pavlovën u çmenda derisa shkova pastaj në shtëpinë e Lindës edhe e bëra aty pavlovën o s'ka. Dhe mësova, pastaj gëzimi më i madh ishte kur para 2 Krishtlindjesh arriti të dilte edhe e bardhë bor. Tani më del mirë. Që e arritë ta bëj siç duhet. Arrita ta bëja edhe të bardhë. Jo thjesht ta bëja, po ta bëja të bardhë. Ajo është më duket më e vështira. Me gjë tjetër, unë se kam bërë kur, po nuk kam as në plan ta bëj. Po ti them unë ato sekretet. Asaj gjithë sekreti është ta pjekësh me derë furrë hapur. Nëse e gatuajmë bashkë, jam gati që ta bëj. Vetëm dera e furrës që duhet hapur, kjo është e gjithë. Që nuk do atë nxehtësinë, po duhet të piqet me një gjys. Duhet jetë pak e hapur, po dhe ne vëm një lugë druri që të jetë furra pak e hapur dhe duhet pjekur gjatë për 2 orë. Ky kishte qenë gjithaj sekreti që ty të mori. Ishte i famshëm. Të mori kohë. Tani ke ndonjë deti se si duhet ta vendosim këtë? Jo, prandaj hoqa dorë këtu se kjo e di që s'del kurrë bukur. Po s'ka gjë, ne vendosim në një mënyrë shumë të thjeshtë. Ti vëm edhe pak gjethe jeshile, që ti bëj një foto tjetër pastaj. Ne bëjmë shumë të thjeshtë sepse kjo është pak e fortë për të bindur. Sa bukur. Por e rëndësishme që është shumë e shishme. Po. Edhe
Neve do ta Sa një shijojmë. trëndafil është, nuk do ham 3 Jo, trëndafila. Po e kemi edhe formën e kekut me trëndafil. Po pra doli kështu. Pa rozmarin, mund t'i vendosim, po Po. për ta mbushur ndoshta, po nëse është shumë modeste, por që neve do na shijoj. Unë them që është perfekte. E shikon gatimin si një mënyrë kujdesi Për mua është forma më e mirë e kujdesit. forma më e Më e bukur. bukur e kujdesit dhe dashurisë. Prandaj dhe kur më pyetet që nuk përton për Wellingtonin, jam kaq e kënaqur kur shoh atë rezultatin perfekt në fund të që njerëzit kënaqen dhe më thonë vetëm fjalë të mira, sa jam gati ta bëj dhe nga e para dhe të nesërmen. Gatuan Soren për ty? Gatuan për mua, gatuan për vete, më ndihmon. Jo, mëngjesi nuk ma sjell edhe për një arsye shumë të thjeshtë se unë zgjohem e para, kështu që. Ti ja pas ke hequr shansin, domethënë. Jam unë njeriu që bën kafe për të dy. Kështu që Unë fillova ta ha djathin që tani. po ti haje me shumë Të shoh dhe se pak kam përshtypjen që edhe keku po fryhet, e kemi shumë mirë. Nëse kemi gati mund ta nxjerrim. Ai ka nevojë që të qëndroj prap? Jo, ai ka nevojë që kur të dalin nga forma, do ta kthej mbi pjatë dhe do ta mbuloj me një peshqir të lagur, në mënyrë që të shkëputet në mënyrë natyrale nga E kthej Ardeta, kekun. Tani do lag të peshqirin, do ta mbuloj me peshqir që të dali kollaj nga forma. Ndërkohë, Sepse unë nëse ajo nuk do dali bukur, unë do mërzitem shumë. ndërsa unë jo. Se njësoj do ta konsumoj. Edhe do bëj të njëjtën gjë siç e bëra me trëndafilin, që kthehem dhe e bëj prap. Po e bëjmë prapë në çketje. Derisa ti të jesh e kënaqur me. Dhe na zë Krishtlindja bashkë këtu duke vazhduar, duke bërë kek. Neve food lovers në dispozicion e kemi. Dhe ndërkohë që keku bëhet, ne duhet të bëjmë dhe një krem të vogël. Okej, çfarë nevojë Që do t'ja bëjmë mua sa të bukura dolën tani. Tani do bëj foto tjetër. Po jo, me janë shumë të thjeshta, janë shumë Ka dalë shumë e bukur. Si sa bukur ka dalë tani? Jo, edhe mund. Të dyja janë shumë të bukura. Me këtë meru më shumë. Janë shumë të bukura. Ajo do dhe pak jeshil, do dhe pak Kanë dalë rozmarin. shumë të bukura të dyja. Që gjithsesi. Si në Atëherë tani na duhet pak lëng limoni, edhe sheqer i pluhur. Okej, ta sillon limonin. Shumë faleminderit. Ja thajmë këtu. Duhet ta shtrydhim. Dhe mund të bëhet edhe me ujë, sepse del shumë e bukur gjithsesi, por me limon jep dhe një shije atsire në fund kekut edhe e bën dhe më të mirë akoma. Se ke parasysh pasi kemi hedhur 100 erza dhe për bërës, duhet shtojmë dhe një shije tjetër në fund. Dhe do vetëm sheqer pluhur edhe limon? Vetëm sheqer pluhur dhe limon. Të duhet kjo? Unë kur kam zbuluar sa e thjesht ishte kjo gjë, thash wow. Dhe ju bëhet si nga to Si pas. të zurat e gatshme. Fix. Dhe unë pasaj fillova ta përdorja dhe për biskota, që lyja dhe biskotat e Krishtlindjeve. Ja, shumë e thjeshtë edhe Ka dhe shije edhe shumë të mirë. përdorimshe. Pikërisht. Iva, di ke urdhër në shtëpinë e re tani.
Po. Dhe jeme gjitha të qefin e madh për testuar pajisjet. Që mezi e kisha pritur. Për të mbaruar arredimin. Sepse nuk ka mbaruar akoma. Të gjithë më thonë që pritse, do doj ca vite të mbaroj tamam, do ngelen gjëra gjithmonë pa bërë. Dhe mi që tu me zërë po presin që të vinë të... Unë po e shioj shumë këtë, edhe kam shijuar që ditën e parë që kam pasur pothuajse asnjë plaçk brenda, përveç krevatit, kështu që... Është e bukur ajo ndjesia. Është e bukur. Dhe shtëpia re ka një aromë ndryshe, e gjithë gjërave që ti ke bler ka një tjetër ndjesje. Meqense jemi për Krishtlindje, është fikse ai fëmia kur është te bredhi Krishtlindjeve që hap dhurata. Edhe janë ditë të gjitha ditë, muaj, javë të mbushura me atë ndjesinë që ti ke dhuratat për të hapur. Shumë emocion, ajo shumë ambienti i ri që ti fillon dhe i organizon prap gjërat nga fillimi. Po duket ishte edhe aq qef. Start i ri. Po. Kam përshtypjen. Po, mund deri vazhdon her pas here më duket dhe sikur jam me pushime. Është ka të qefin, po, që jam me pushime, ndoshta nga që është dhe larg si gjeografi nga lagja ku kam jetuar për 18 vjetët e fundit, dhe më duket sikur jam me pushime. Nga realiteti, të duket sikur ti... Më duket sikur kam ikur me pushime në një hotel të lezetshëm, por që te ky hoteli punët i bëj vetë. Ky është ndryshimi. Te ky hoteli nuk e njeri në përkëmbë. Po, nuk kam staf. Ta bëj dhe pak më të holl. Të duhet më limon apo ja? Jo, se kam dhe frikë se njëherë që kam bërë të kundërt, kam hedhur sheqerin te lëngu limonit, mezi arrita ta trashja dhe mund të kem harxuar palesa sheqer pluhur, sepse doli shumë e lëngshme. Që nga shumë jam sigurt se ta provojmë këtë. Në këtë punë bëj gjithmonë, këtë punë kam bërë gjithmonë kur gatuan dhe mami. Bën shumë mirë. Quhet? Ta bëj dhe pak më të rrjedhshme, sepse do duhet të na mbuloj formën e tij. Është mirë dhe limoni është e ka thënë fikse të aftësinë sa duhet, se normalisht e mbyt sheqeri, po ja ka kthyer. Ja kthen edhe shkon shumë me shijen e keku, do ta shohësh. Kur të rrjedhin mbi kek. Po nejse, kek kaq të komplikuar, unë s'kisha... Po nuk është i komplikuar, është thjesht kek, po ka shumë gjëra brenda. Është e njëjta formulë, gjalp, sheqer, vezë, rrihen, shtohet Philadelphia, miell. Philadelphia është në vend të kosit. Mamat tona gjithë jetën e kanë bërë kekun me kos. Kjo është me Philadelphia, e bën pak më të shkrifët. Ose një sekret tjetër për të bërë kek është kur do ta bësh me gjalp, sepse vaji në përgjithësi e bën të shkrifët, kurse gjalpi e bën më të thërmushëm, pak më bukë. Që tjetë ajo që shumë më të shishëm, unë se bëj kur me vaj, se nuk dua të humb këtë aromën e gjalpit në shtëpi, po njerëzit që janë pro vajit thonë e bëj me vaj sepse deli shkrifët. Atëherë ka dalë përveç Philadelphias, mund ta bëjmë dhe me buttermilk, ndjes që e them anglisht sepse në Shqip nuk e kemi. Nuk e kemi apo laticello, si që kanë italianët, që bëhet gjysma e masës kos, gjysma e qumësht, edhe i heth një lugë gjelle me uthull të bardhë. E lë të rrinja 20 minuta dhe e bën më të shkrifët, por dhe Philadelphia e bën gjithashtu të shkrifët. Unë këto po i vendos në tavolin. Unë do shoh nëse keku del nga forma. Më uro fat. Ti doja dalësh. Doli! Wow! Se disa do isha mërzitur po të prishej. Po të kisha ngecur, o? Tjepe u mërzita me 2 feta sallami dhe e bëra prap. Është doli perfekt. Tani do ftohet pak. Pastaj do t'i hedhim atë. Pastaj do t'ja hedhim sepse po e hodhëm tani mund të shkri dhe nuk rri efekti i bardhë gjatë. Kjo kremi domethënë. Po, ta lëm të ftohet edhe pak fare. Më them ta sjellim këtu se kemi edhe shumë të bukur dhe kemi me motive Krishtlindjesh. Mund nëse do e mbajmë dhe aty dhe dekorojmë, apo do që ta dekorojmë këtu? Ska gjë, dekorojmë këtu, se kemi dhe këtë kamerën. Okej, perfekt. Shikon shumë më mirë. Mund ta bëjmë madje kështu. Po, që të ketë edhe një... Më bërë sfond të kuq. Sa do isha mërzitur po të mishte prishur. Aty u ta shihni t'ju.
Si bëniva. Tani kjo hidhet pa ndonjë rregull, sepse nuk duhet të jetë. Po, është në mënyrë të çrregullt. Në mënyrë të çrregullt, thjesht do duhet. Si një kështu spërkatje. Po, fiks. Trëndafili, çfarë trëndafili? Po. Por bëhet edhe në formë të thjeshtë, se nuk ndodh ndonjëherë që unë i trëm djegëset, kur bëj ndonjë të tillë, thonë, po se ne s'kemi vegla. Unë s'do e bëja dot, do thoja unë, do dorëzohesha. Por ti pesa i thjeshtë është edhe mund të bëhet me një formë shumë të thjeshtë. Unë pash se bëre ti që ishte i thjeshtë, po pikërisht se bëj unë është i thjeshtë, sepse unë nuk jam pastiqere, nuk kam asnjë formim. Asnjë shkollë, asnjë kurs, asnjë gjë, kam thjesht dëshirën për të ngrënë. Kaq mjafton për ta ndjekur dhe për ta parë se si bëhet kekun. Kështu që është, siç e pe, gjëja më e thjeshtë në botë, bëhet dhe me një formë të thjeshtë silikoni, nga ato që janë si me vija, nga ajo që besoj kisha dhe ti në shtëpi. Po tani, nga jo kam. Pastaj, unë në shtëpi nuk kam lënë asgjë, kam sill gjitha këtu, sa që fëmijët më thonë, mos kërko asnjë gjë se si kam. shko se i kete puna. Meri atje, thot, silli në shtëpi se nuk na lë gjë në shtëpi. Tani do ta zbukurojmë me frutat e kuqe. Ky është momenti im tash, në sensin që jo ta bëj unë, tash shikoj. Urdhërota. Ky është momenti që unë kam qef. Është, një do ta vëm këtu poshtë. Se dele bukur dhe në foto. Kështu duke. Edhe kjo në formë jo të rregullt, apo jo? Po. Unë nuk e kam shumë qef simetrin, po ti? Në varësi të çfarë flasim, por jo, te këto dekoret është më e bukur kur bëhet kështu. I kam shumë qef kur janë pak më të çrregullta. Të marrim dhe degët e rozmarinës. Po do e vendosim dhe këtë të madhen, apo jo? Po, do vendosim nga të gjitha. Ku ta vendosim? Ku të duash ti vendosi? Kjo është çika madhe, për këtu ne do bëjmë këtë gjë. Si mendon? Unë vë degët e bredhit, se rozmarina duket si një bredh i vogël në kuzhinë. Unë do prisha planin. S'ka asnjë problem. Si bredhi krishtlindjeve që nuk do shkencë. Po, nuk më pëlqejnë kur janë kështu si këto bredhat e bizneseve që janë kështu thjesht. Janë shumë perfekt. Shumë perfekt, po. Të vëmë jeshile? Këtu besoj, pak. Po. Të marrë dhe një degë tjetër? Mund t'i vëmë të pak mente? Po. Mban çdo gjë jeshile. Se na shkon dhe me ëmbëlsirë, po na shkon dhe me dekorin. Unë mendoj në dua shumë edhe në çaj, por edhe në këto ëmbëlsirat. Po, edhe në pije. Besoj, në koktejle. Më duket se kjo subkonscienca ime po më thoshte diçka. Po pra se dhe duke nxjerrë errëdhiri limonit. Edhe të kujtoj. Edhe mente, thash okay, u bëm pak mojito këtu. Ti duar trokas pak? Po. Se ka dalë shumë e bukur. Shumë e bukur është. Jo, kjo nuk në shka. Gëzuar? Gati u gëzuar? Gëzuar tani? Të lumshin duart, Edhe ty, lumshin duart. Edhe festa të mbara, festa të gëzuara. Sa më shumë bërësie, begatia që më tepër që jeta në shtëpinë e re. Shumë faleminderit për të gjithë. Por kjo atmosfera e fundvitit e bën këtë ndjesjen që ndjehemi pak më vulnerabël, mua më ndodh paktën, sidomos kur filloj dëgjoj këto, kur fillojnë shtohen dritat, gëzoj si ato fëmijë dhe vegjël që kam qef t'i shoh, muzikat, ajo ndjesia që njerëzit bëhen bashkë, është shumë e bukur. Shumë e të filloj ti qaj që dhe? Jo, nuk do qaj. Gati jam gjithmonë. Nuk do qaj.
Ne themi gati për në tavolinë, besoj do ta ndajmë aty, apo jo, si thua? Si të duash, do ta çojmë tavolinë që ti bën foto një pas. E çojmë aty edhe I ndajmë aty ato porcionet. Po në fillim kemi dhe për të ngrënë të kripurat, kemi për të pirë. Kemi ca punë për të bërë. Të çojmë të gjitha në tavolinë. Wow. Perfekt. Gëzuar. Të heqim përparset. Do t'i heqim, patjetër se tani jemi për fest, I bëm punët. Edhe pse këto goxha festive janë, po mjafton. Po ti ne ke kombinuar që ti kemi kështu si Krishtlindje gjithë vitin. Festojmë gjithë vitin. Po ti ndrohesh apo rri me pijama për festa? Me përparse me pijama rri. Thash se rria vetëm unë. Jo, ashtu kemi ndendur të gjithë, po këto 2-3 vitet e fundit kam bërë ndonjë foto për Instagram, kështu që me këtë rast kam filluar dhe të ndrohem. Instagrami po na bën njerëz në këtë rast. Tani, me qënë se unë të përparse në Food Lovers ta kam dhënë, sot mendova të bëj një gjë tjetër, ndryshe. Sa të bukura janë festat. Nuk ikim dot nga Food Lovers, shpresoj të jo, se ti ikim në mezi kemi ardhur. Ua, sa bukur. Unë thash mos të taksej atë qese në bosh. Një shalli kuq, është fiks zakoni. Ah, sa e bukur. Ke për një punë shumë të bukur. Do më mësosh dhe si lidhet bukur. Mua më pëlqen shumë të detajet, edhe kjo logoja e Food Lovers në gjënë shumë e këndshme. Shumë e bukur, duket si zemër, e ke bërë shumë të bukur logon. Faleminderit. Në versionin tim kjo lidhet shumë thjesht, por më them që mos të ta ngacmoj as mikrofonin, as... Po, tani nuk e bëjmë. Dhe me këmisha jo do në gjante shumë e bukur. Do ta vesh me shumë qef. Shumë faleminderit. Është një dhuratë shumë e bukur. Më e bukur se përparsja. Faleminderit edhe po, është e veçantë se nuk ja kam bërë asnjë tjetër. Sepse e veshim dhe jashtë kuzhinës, kurse përparsja... Kjo është ideja në fakt që neve menduam që t'i nxjerrim edhe si linjë, shajet edhe për dhurata, po që t'i veshësh edhe në përditshmëri ndryshe nga shumë e bukur përparsja që na vaj vetëm në kuzhinë, na nxjerr dhe jashtë kuzhinës. Ne mund të konsumojmë ndonjë gjë apo si e kemi këtë ritualin ton të festave? Nuk duket bukur apo gatuam vetëm për bukuri? Jo, është do ishte e para do ishte një mëkat shumë I madh. Unë në familje e kemi të shenjtë këtë gjë që ne nuk hedhim ushqim. Nuk për te shakave, për te Instagramit që deli bukur, në Instagram dalin vetëm ushqimet që ne bëjmë dhe I ham vetë dhe mbarojnë vetë, por ne jemi të kujdesshëm, jo dhe aq për çështje ekonomike që të kursejmë apo të gjitha, dhe ajo duhet, por ushqimi do respekt për atë që e ka prodhuar, sidomos kur bëhet fjalë pastaj edhe për produkte shtazore, për kafshët që kanë sakrifikuar që t'jenë pjesë e zinxhirit tonë ushqimor, kështu që e kemi mëkat të madh në shtëpi që të hedhim ushqim, kështu që I ham të gjitha deri në fund. Me gjithë qef. Mirë se erdhe prap. Mirë se u gjeta. Edhe të konsumojnë. Edhe ta ndajmë tavolinën bashkë, si për festa, si në atë... Shiko, kjo është më e bukura e festave, sa do biseda dhe ngrohta. Jo vetëm për festa, por mua më pëlqen që festa tani, ose unë I kam shtrirë, po dhe kudo janë shtrirë, zën një muaj të plot, është një stin, jo vetëm 2 ditë. Sidomos janar shkurt, duke qenë se është dimër, paktën deri në pranverë. I sajojmë, kemi gjëra të tjera, mblidhemi me raste të caktuara në shtëpitë e miqve, bëjmë darka, biles në janar shkurt, të them të drejtën bëjmë më shumë se sa në dhjetor, sepse kemi nevojë që ta mbajmë dimrin, ta mbajmë pak më këndshëm. Dimri do njerëz, do verë të kuqe, do ushqime të mira. Urdhrosi në shtëpinë tënde. Ti mos pritu të shërbej unë, tani merr çfarë ke dëshirë të marrësh. Po më vinte keq të prishnim trëndafilin, por trëndafili ka që pati. Edhe shumë qëndroi. Djathin me tartufë, se më pëlqen shumë, mund të vazhdosh. Faleminderit dhe unë ato do marr se është një nga ato shihet që më pëlqej shumë. Edhe unë shijon shumë tartufi.
fund do hambe ndoj gjë. Po. Gëzuar. Gëzuar prap. Iva të kthehemi pak te si dolli bashkë te bisedat. Po tani tavolina këto ka. Dollit ka, urimet, bisedat, kështu që tavolinat shërbejnë për të ndarë jo vetëm ushqim. Le të kthehemi pak te profesioni yt. Gazetare, apo ashtu siç ti je identifikuar në fillimet e tua, pastaj gazetare, gjithmonë vazhdoj të them gazetare. Tani është pak e pamundur që të kesh vetëm një profesion, por aty ku ti ke investuar vitet më të është absolutisht vetëm profesioni im. Këto të tjerat janë pasione, janë gjëra më të dukshme, por profesioni im është gazetare. Në një profesion ku fjala ka shumë pesh, siç është ajo e gazetarisë, si e ke ruajtur ti balancën mes mendimit tënd të lirë dhe mes të qenit profesional? Okej, dhe kur fjala ka shumë pesh, ka pasur. Të paturit etikën profesionale. Ka pasur pesh, për fat të keq tani nuk ka më pesh fjala, por unë kam pasur fatin që e kam bërë gazetarin fiks në atë moment që fjala me të vërtet kishte shumë pesh. Dhe herën e parë që unë kam parë emrin tim në një gazet, ka qenë dhe gëzim shumë i madh, po ka qenë dhe një pesh kaq e madhe në krahëror sa nuk e ke iden. Kur ti shef që ato gjërat, ajo gjëja që ti ke shkruar në kompjuter, tani është në një gazet dhe në atë kohë bëhet fjalë, unë kam filluar punën në 98-ën dhe njerëzit thoshin ka dalë në lajme. Të dilje në lajme ishte një gjë 100% e vërtet dhe edhe kam kuptuar që ajo punë që unë bëja ishte me të vërtet me shumë pesh. Kështu që do pastaj e kam shkelur ndonjëherë, duhet të jem e sinqert, sepse është edhe ritmi, është ai ritmi i përditshëm dhe stresi që gazeta duhet dali përditi, duhet ta mbushësh dhe her pas here do shkelësh diku, por ajo pesh, ajo përgjegjësi, sado që ti je një vajzë e re në atë kohë, të gjitha e ndjenim shumë fort edhe ajo të kthente pastaj në brazda. Ka bërë shumë mirë në gazetën shqiptare, e kam filluar në gazetën shqiptare, ishte gazetë e shkëlqyer, ishte një ndër 3 gazetat më të mëdha, më të mira, dhe i drejtohej nga një profesionist që ka mësuar gazetarët në Shqipëri si të shkruajnë dhe ç'është e rëndësishme si të raportojnë fiks duke hequr qëndrimet personale, që ishte Carlo Bolino dhe ka mësuar në vendin më të mirë të mundshëm. Mund të flas deri nesër, sigurisht. Është për fat të keq gjërat kanë ndryshuar dhe nuk e kam gjetur më veten. Ajo lloj gazetarie që bëj atëherë nuk bëhet më tani për shumë arsye. Cila do ketë qenë një temë e vështirë që ty të është dashur ta absorbosh njëherë personalisht pastaj ta përcjellësh, që mbase të kalon edhe pa gjumë nga... Shiko, për fat të mirë për mua është që unë jam marrë me gjëra të bukura, nuk besoj se ta kisha pasur shumë të vështirë të merresha me kronik të zezë. Unë jam marrë me kulturë, më vonë dhe me kronik roz her pas here, por kryesisht me kulturë. Kështu që nuk më është dashur të kem... Krijosh pesha atë asaj natyre. Të kem të tilla. Unë si lexuese jam shumë empatike, akoma qaj kur lexoj lajme të trishtuara, kur lexoj sidomos intervista grash, që fëmijët kanë ngelur viktima diku. Për shembull do ta kisha, më vjen për të qarë akoma kur kujtoj kolegët e mi që raportonin nga tërmeti. Për fat të mirë unë nuk për fat të mirë të timin, është shumë egoiste se ato ndodhen, nuk më është dashur të jem në një studio lajmesh apo në terren live. Kam pasur një pjesë të gazetarisë që ka qenë e bukur, sigurisht jam përballur dhe me situata jo të mira, edhe kam pasur strese, por kalojnë. Është shumë e çuditshme ajo që bën koha, kur kujtoj ndonjëherë për shembull që mundohem të kujtoj për çfarë nuk më zinte gjumi, ose çfarë stresi ishte, më tha kështu, unë e bëra shkrimin ashtu, nuk i ka pëlqyer ajo. Të gjitha shkojnë në vendin e tyre. Kaq minimale kur ti mendon sidomos në një kohë të kaluar, pastaj të gjitha harrohen edhe
të gjitha koha i çon të gjitha në vendin e vet. Koha i shkrin, i absorbon. Por është e ndjej veten njëri me fat që kanë bërë gjithmonë një punë shumë të bukur, një punë shumë të mirë, një punë që nuk e kanë njerëzit e tjerë, është një punë që çfarë ka një ditë nuk ka ditën tjetër, ka të keqen e madhe, të paktën gazetaria aktive e përditshme, që ti e bën, e mbaron, kënaqesh dhe të nesërmen është zero dhe fillon çdo gjë nga e para. Në fillimin. Është e vështirë, por është dhe e bukur kjo gjëja, sepse unë në këto punët e përhershme që shkohet në orën 8 dhe dilet në orën 4, këtë çadera e zyrës nuk do ta kisha bërë dot. Më pëlqen që të ketë zhvillime. Të ketë dinamika, një ditë nuk e ngjan tjetrës. Nuk e ngjan tjetrës, është ti del në mëngjes edhe je si gjuetari dikur, se tani nuk bëhet më. Tani ka vetëm lajme që të vinë të gatshme, po ne dilnim në mëngjes dhe do gjenim. Ti gazetarin sot? Ka ndryshuar, nuk di të them për mirë apo për keq, për ca gjëra ka ndryshuar për keq, si kjo që po thoshim që ka rënë vlera e fjalës, njerëzit nuk kanë më besim, nuk kanë materialet e gatshme, teksti i bërë, teksti që del nga zyrat e shtypit, për ca gjëra, për gjëra tjera pastaj është fantastike, koha për në të cilën ti informohesh, shpejtësia dhe të gjitha, janë zhvillime që janë interesante. Mua më vjen mirë që ndonjëherë kam pasur dhe fatin që i kam jetuar të gjitha. Të gjitha periudhat. Të gjitha periudhat, edhe jemi si ai brezi që kemi jetuar edhe muzikën me kaseta, edhe... Në kohën e dikush ato me shirita. Dhe tani kemi teknologjinë që i gjejmë këngët tona në sekond, diku rrinim në radio, dëgjonim radion me shpresin që do dilte kënga jone preferuar, brezi ri se kupton fare që të shtypnim atë butonin play. Tani kemi mundësi t'i dëgjojmë, por mua më duket fat që të mund t'i jetosh të gjitha. Në kaq pak vite, kaq shumë ndryshim. Po, edhe në mënyra se s'dua ta ankohem, nuk dua ta ankohem që të them që ne ngelëm pa punë ose dolëm jashtë mode, apo fakti që unë s'bëj me atë gazetarin që kam bërë dikur, kjo është një fatkeqësi. E marr të mirë qenë që kam pasur fat që e kam bërë, e kam mësuar, dhe tani të kapim kohën të shijojmë gjëra të tjera. Një fazë tjetër, në një mënyrë, në një formë tjetër. Kur filluan të dilnin të paktën, jo rrjete sociale, por kur unë shkruaja në revistë dhe lija poshtë në fund të editorialit që bëja lija adresën e e-mailit, dhe më vinte ndonjë email, unë kisha qef kur merrja email e lexuesish. Qoftë që bënin kritika dhe ishin njerëz që kishin blerë një revistë, kishin lexuar dhe më shkruanin. Dhe deri atje ishte e mirë, por kjo dhënia e komenteve, kur lexon vetëm titullin, pastaj kjo e ka zhbërë të gjithën dhe t'i kthehemi, kjo ka prishur pastaj atë peshën që dikur kishte fjala, ka kaluar në një lehtësi që siç thuhet ka dhe të mirën, pastaj që të paktën harrohet po aq shpejt dhe nuk ngelet gjatë. Zhduket. Nuk është gozhd që futet edhe ngelet. Një kohë kaq e bukur edhe duket në të njëjtën kohë aq e largët. Duket sikur ka kaluar shumë kohë që nga ajo periudhë. Më duket vetja kështu si veterane, kur rri dhe e tregoj, por në fakt kjo gjëja ndodhte para 15 vjetëve. Ose hera e fundit që unë kam punuar në një revistë ka qenë para 12 vjetëve. Nuk është aq larg. Jo, nuk është aq larg, po ritmet me të cilat ne po ecim, duket duket dhe mua vetja veterane ose ndonjëherë harroj dhe vetë çfarë kam punuar, ka momente që sinqerisht harroj. Kur u desh të mblidhja në shtëpi, bëm transferimin në shtëpinë e re dhe mblodha revistat. O zot, sa shumë revista që kisha. Çfarë bëhej dhe çfarë ishte bërë ndër vite? Kisha me qindra revista në shtëpi dhe i kam akoma, sepse i mora, ishin revistat Klan, revistat Jeta, revistat Madame, me qindra revista. Ku unë kam shkrimet e mia që her pas here kam dhe frikë t'i shoh çfarë kam bërë, çfarë. Në një farë mënyrë ishte një punë e matshme, voluminoze. Është voluminoze dhe një pesh ai xhaxhi që i ngriti ishte një pesh në të gjitha dimensionet. Nuk e di ai xhaxhi që i ka ngritur ato kuti sa të rënda ishin.
Shumë pesh në përmbajtje forme. Patjetër në të gjitha anët, edhe mbaj mend njerëzit kur dilnin në kopertinë ishte tjetër punë, kopertina nga këto intervistat e thjeshta që tani bëhen. Impakt kishte tjetër rëndësi, nuk mund të dilte në kopertinë kushdo. Kishte kritere kopertine, ishte pastaj puna që bënte stafi për të nxjerrë një personazh në kopertinë me gjetje veshje, zhgrimi, vëndesh. Ishte një punë shumë e bukur. Që për deri diku vazhdon në përbot, por jo, nuk ka kurrë atë impakt që ka pasur dikur. Përveç se në Vogue dhe të tilla që janë industri më tepër se sa revista. Një kujtim shumë i bukur për ta patur në portofolin tënd profesional. Pikërisht. Dhe për ta kujtuar me nostalgji, po edhe me tani si veterane për festa, tregojmë çfarë kemi bërë kur ishim të reja. Po, një nga gjërat më të bukura që njerëzit duhet kenë në mendje kur jetojnë është që të krijojnë atë portofolin e tyre që të kenë çfarë tregojnë. Të kenë çfarë të tregojnë, edhe për mua shumë e rëndësishme që të bëjnë punë njerëzit, të bëjmë punë që i kanë qef. Unë e them, duket pak banale në fjalë që të bësh bashkë profesionin e zemrës me profesionin e bukës. Nuk mund të bësh punë vetëm për të sjell lekët në shtëpi. Duhet dhe ta kesh qef. Ka shumë njerëz që e bëjnë, okay, por nuk ka kënaqësi më të madhe se sa kur ti paguhesh për një punë që e bën me qefin më të madh. Madje kur shkon me qef, sa s'të duket as punë është. Mua nuk, për fat të keq nuk e kam gjetur më atë gëzim që më jep revista në asnjë nga punët që kam bërë gjatë gjithë këtyre viteve të fundit. Sepse edhe entuziazmi në vetvete kam përshtypjen që ka filluar të zbehet, ka filluar të humbi, ka filluar të mos na japin kaq shumë emocion gjërat që na jepnin dikur për arsye. Jo, mua do ma kishte dhënë nëse do bëja atë punë, por ajo punë nuk bëhet më sepse njerëzit nuk e lexojnë më një revistë. Kemi hyrë në një tjetër etapë, një tjetër ritëm, një tjetër stil jetese, edhe ndonjëherë duhet i përshtatemi edhe duhet ta pranojmë. Rëndësi ka që mos të ngelemi dhe pengi të shkuarës. Unë këto e kam shumë të rëndësishme. Për sa kohë ti ke jetuar atë periudhë, se ke jetuar në nuk dua të jem qaramane dhe të them si u bë kjo punë, si u zhdukën, unë e kam jetuar, jam kënaqur dhe vazhdojmë, ecim para. Është e bukura. Ecësh me ritmin e kohës. Për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse do kisha ngelur mbrapa pengi nostalgjisë, do kisha probleme me veten, do kisha probleme, qofte probleme banale, probleme ekonomike, që duken banale, po s'janë dhe ish banale. Që thosha tani me këmbgulje unë dua të punoj në revistë, kur revistë nuk do ishte më e mundur që të mbaja familje. Le të kthehemi pak tek kjo historia. Jo vetëm e jotja më e bukur, po historitë e dashurisë janë më të bukura për të gjithë. Janë të bukura, janë shumë të bukura. Mua më duket sikur ti vazhdon të jesh sefte tek kjo vibe që të krijon marrëdhënia, martesa, shtëpi e re. Shiko, unë mundohem shumë dhe shiko, kur unë u lidha dhe vendosëm të krijonim familje, po më pyesnin disa shoqë ose po më jepnin këshilla që çfarë do bësh që të hecësh përpara, që ta mbash, duhet punuar. Dhe unë thash, shiko, unë nuk di si të punoj për ta mbajtur, por unë di si prishet. Këtë e di të sigurt. Kështu që mjafton që mos bëj asnjë gjë për ta prishur, edhe them që do vazhdojmë. Dhe kjo gjëja mua më bën që të kem këto që thua ti vibe-in e një lidhje të saponisur. Përpiqem të vazhdoj ta trajtoj. Dhe më duket akoma vetja sikur jam nuse re, të themi, në thonjza. Dhe kur e llogaritëm që ne festuam 6 vjetorin e njohjes, thash, okej, kjo nuk quhet dhe aq e re tani se 6 vjet nuk është. Faza e maturimit tani. Është në fazën e maturimit, por unë vazhdoj ta trajtoj sikur ne jemi në fazën e njohjes, sepse atë ngjyrë i jap edhe nuk dua që jam shumë e kujdesshme që mos ta lë, mos i bjeri ajo. Mos t'i bjeri dhe mos të kthehet në një gjë jo thjesht monotone, sepse unë monotonia në thelb më pëlqen, më jep siguri përditshmëria, gjërat e thjeshta të përditshmes, por të paktën në çift që mos ta marr të mirëqen që ne jemi tani dhe do jemi të lumtur deri në fund të jetës, po duhet bëjmë gjëra të caktuara për të qenë të lumtur. Për të funksionuar.
Si u njohët me Dhe Soren? më njohur në një mënyrë shumë normale, shumë të thjeshtë, në një kafe të Tiranës, që të mund mos ishim njohur fare, sepse ai kishte qenë atë periudhë këtu gjatë për punët e tij, dhe ajo nuk ishte një kafe që unë shkoja zakonisht, thjesht qelloja të ditë. Dhe mendoj që kjo më ka bërë tani që të mendoj që them që njerëzit diçka ndodh aty në univers. Që ti gjendesh. Nuk mendoj që ekziston njeriu i duhur pa çastin e duhur. Domethënë duhet bëhen bashk, duhet bëhet momenti kur ai dhe unë jemi në një moment të duhur për të bërë me njëri tjetrin. Ndoshta po të ishim parë 10 vjet, 15 vjet më parë, nuk do ishim bashk, po të ishim më vonë, nuk e di. Me thënë është diçka, mendoj që dy njerëz si bën bashk, më ka bërë të bëhem kështu si gjyshet, që them është diçka e shkruar në qiell, që dy njerëz të takohen në morinë e miliona, miliarda njerëzve. Universi punon për atë moment. Universi punon, që një burrë dhe një grua të bëhen bashk dhe të vazhdojnë jetën me njëri tjetrin. Dy bota aq të ndryshme, është shoh her pas here. Në gisht kam unazën, me këtu unazën është fejuar gjyshja, pastaj mami, ja ka kaluar mamit, kurse kjo unaza tjetër është unaza e martesës mamit të Sorenit. Edhe kur i shoh bashk në dorë, them sa e çuditshme është që një grua që e ka bler këtu unaz gjyshi im në fjerin e vitit 37, me një grua gjermane që është martuar në vitin 74, të bëhen bashkë në një dorë tani. Është si këto lëvizjet e universit që ti nuk e di kush të vjen, si vjen, por bëhen bashkë këtu. Edhe kjo është fiksa ajo bukuria e jetës që ti as nuk e mendon dhe as nuk e parashikon, dhe thjesht gjërat bëhen, pra ndodhin. Pikërisht. Dhe prandaj mua më duken gjithmonë detaje, janë gjithmonë të bukura për të dëgjuar historinë e dashurisë, që ku pat, çfarë të tha, çfarë i the, mua këto më duken kështu. Mbas as e mban mend se si ka ndodhur kjo. Sa më pëlqen më tepër ai kuadri, që dy njerëz kaq të ndryshëm nga vende të ndryshme të bëhen bashkë në një mënyrë, në një ditë të caktuar, është ai ylli me fati të dyve. Është ai momenti që thjesht ndodh. Të jetuarit me një gjerman, po, nuk kuptoj që duhet jetë çdo gjë në sinkron, dhe çdo gjë programuar, dhe çdo gjë në mënyrën më perfekte të mundshme, apo ka vend spontaniteti? Shiko, ti na njeh pak të dyve, jemi takuar disa herë, duhet kesh vënë një gjë, ne vim pak vonë. Për shembull, nëse ti na thua që ne do mridhemi tipike për gjermanët. Po. Dhe mos mendoj që vonohem unë. Vonohet ai, kështu që ka ca gjëra që nuk i ka më shqiptar se që nuk shkojnë, që gjermanët janë kështu, shqiptarët janë ashtu. Burri im është gjerman për shumë gjëra, për këtë gjën e vonesës, për shembull, vonohet, hutohet në shtëpi, nuk është i përpikt në orare. Për ca gjëra tjera është gjerman dhe mua më pëlqen që është shumë gjerman, që është gjerman në disiplinë, në punë. Janë fantastik për këtë gjën. Kënaqet, është i lumtur kur unë jam këtu shumë gjatë me ty, sepse ka mundësinë që të punoj. Që të punoj edhe të mos shpërqendroj. Se unë nuk e shpërqendroj duke i folur në shtëpi. Kështu që për ca gjëra është shumë gjerman, për ca të tjera nuk është. Si unë që jam shqiptare, por që ndoshta kam dhe unë ca gjëra që si kam fare si shqiptare tipike. Kështu që bota është pak më e hapur tani, pak më ndryshme për ta futur gjerman. Ca gjëra i ka prej gjermani, gjithsesi, por janë gjëra që mua nuk më bezdisin fare. Kjo është për të thënë që ne i kemi gabim, jo se gjermanët. Për këto gjëra i kanë mirë, për ca gjëra të tilla i kanë mirë, ose rregullin që për shembull më duket sikur kam rimësuar makinën këto vitet e fundit, sepse diti, dhe kjo ndodhi që kur kam filluar
Ti jap makinës dhe në Gjermani, ka mësuar ti jap më me rregull, ti je më e përgjegjshme, ti hap rrugë të tjerëve, mos mendoj vetëm për veten time, po të mendoj për të tërë. Kjo të jep dhe një problem, pastaj se të bien më shumë në sy thyrjet e rregullave. Dikur ti mendon ndryshe pastaj. Dhe them ndonjëherë do ishte mirë sikur çdo njeriu t'i jepni nga një gjerman për një 6 muaj për familje, besoj do na kishin instruktuar pak më mirë. Kthehemi pak te dasma. Te dasma e bukur, me shumë emocione, e kuruar në detaje, por me element, siç unazat që përmende, me element nga ato ndjesit familjare, duke u nisur që nga fustani i dasmës, që ishte frymëzuar nga fustani i gjyshes tënde, që ishte një element fantastik, që ti risolle një formë shumë moderne, një fustan që ishte veshur para shumë vitesh. Ishte veshur në 1938, kur është martuar gjyshja ime. Ne bëm një përshtatje të vogël, Mandi, miku ime, kishte shumë qef atë fustanin e gjyshes, si njëri që ka 30 vjetë që merret me dasma dhe që shef ka shumë, ka pasion në atë punë që bën, unë jo rastisht është aty ku është, dhe ishte një nga fotot që ai kishte parë prej shumë vitesh të gjyshes time, dhe kur mori vesh që unë do martohesha në Kish, siç ishte edhe foto e gjyshes, ta bëjmë patjetër atë fustani, dhe pastaj shkuam, nuk e bëm të gjithin, sepse ishte 80 vjet në mes distancë, por ruajtëm ato elementin e luleve, se luleve në gryk kishte disa trëndafila. Ajo ja jepte gjithë. Unë jam rritur duke dëgjuar gjyshen që tregonte me detaje se si ishte fustani saj, si ishin ato lulet e ngrira këtu te qafa, dhe mu duk pa ishte një mënyrë për të pasur në dasmën time dhe ata njerëz që nuk i kam më. Kështu që mua dasmat prandaj më pëlqejnë, janë vendet ku unë qaj kudo që të jem e ftuar në për dasma, sepse bëjnë bashk të shkuarën e familjes edhe shpresat për një lidhje të re, të bukur, për një fillim jete. Dhe të gjithë që kur më pyesin, ose ata që pyesin, ose kur gjej njerëz që janë kështu në mëdyshje, kam qef të bëj dasmë, unë i them bëje, të lutem bëje patjetër, bëje të vogël, bëje sajoje, por mos e lër pa bërë, mos e lër pa veshur fustanin e nuses, sepse është një emocion shumë i bukur. Unë akoma kur i shoh ato fotografitë, videot, më prekem akoma, më vjen për të qarë. Është një ditë jashtëzakonisht e bukur që nuk e pse ta privosh veten nga kjo. Pastaj pjesa tjetër është gjithmonë përshtatet sipas shijes tënde, sipas asaj që ti do të bësh në një dasëm, cilit element do t'i kushtosh më shumë rëndësi, ku do shpenzosh më shumë, ku do më pak. Rregullohen, të gjitha rregullohen, por në një mënyrë apo një tjetër ai fustani i bardhë nuk duhet të mungojë te një gocë. Për një jetë të bukur me trëndafila të bardhë dhe të kuq, se sot e pas kemi ditën e trëndafilave. I gati, do ta presësh? Jo, do ta presësh ti. Do ta presësh ti. Se do më lësh mua punën më të vështirë. Po, se kam frikë se mos nuk më del forma e bukur. Do të heqësh përgjegjësinë? Po. Po e marrim gocimin për ta pranë. Kjo nuk është si na do. Ke këtë dasmave që duan 2 duara. Jo, nuk duan. Sidomos kaq i vogël sa është. Ja, unë tani marr nga këto. Ti do bëhesh keq tani për këtë. Jo, nuk bëhem fare keq, unë tani dua vetëm ta provoj. Nuk e çfarë thua. Jo, nuk e shan dot. Mos e bëj aq të madhe. Së shumë të madhe. Atëherë, ti pjatën tënde, apo i kam unë të dyja këto? Janë të dyja aty. Në një jetë kaq të vrullshme, Iva, si ruan ti këtë lifestyle-in tënd me si një slow living që i bën gjërat me qetësi, me terezi, me dashuri. Shikon, duket sikur ke gjithë kohën e botës në dispozicion.
është kjo magjia e Instagramit. Unë e bëj slow living, por nuk e bëj dot për ditë. Mundohem ta bëj sa më shumë. Ka ditë pastaj që është e pamundur, por kam gjetur ca balanca të mijat. Kjo bëhet duke mësuar të thuash jo. Dhe mendoj që kur i afrohesh të 50-ave fillon e thua më kollaj fjalën jo. Që të 40-at fillon dhe duke mos i akoma e gjej veten në për gjëra që s'duhet i kisha bërë, i marr kohë vetes për të bërë gjëra sociale të gjitha, por fillojnë dhe rrallohen me kalimin e kohës dhe siç e tham dhe më përpara kur po gatuanim bashkë që gjëja më e rëndësishme e kupton pastaj është dhe koha. Kështu që duke u munduar të heq dorë nga gjërat që e di që impenjimet e tepërta, duke hequr dorë nga disa punë e mira dhe e keqja është që unë punoj prej shumë vitesh punoj si freelancer, që jam e lirë, punoj vetëm me projekte, kam luksin që të jem e ngarkuar vetëm në periudhat. Pastaj ka dhe ditë të tjera që mund të jem shumë e relaksuar. Kjo ideja që unë nuk jam në orar 4 me një orar caktuar, siç janë oraret zyrtare apo siç kanë qenë gazetat deri në mesnat, më jep mundësi që të bëj pak më shumë gjëra nga ato që dua. Dhe prandaj reflektohet që bukur ajo harmonia por është stilit ton të jetesës. Mos haro që është dhe pjesë, është dhe në Instagram. Instagrami është dhe pak mashtrues i madh, se unë sigurisht që nxjerr momentet më të mira, nuk nxjerr panikun kur jam në panik për të mbyllur punë. Dakor, po ti e reflekton këtë që unë po them. Sepse deri diku e bëj, jo gjithmonë. Prandaj është e dukshme dhe nuk është se është vetëm për Instagram, nuk e bën vetëm për Instagram. Ka dalë mirë. Cila është shija e jetës për ty, përveç këtij kekut të sotshëm? Keku i sotshëm nuk është shija e jetës. Shija e ditës. Ky është shija e ditës. Shija e jetës metaforike apo fizike? Metaforike, por edhe fizike. Atëherë shija e jetës për mua është shtëpia ime. Shtëpia ime, brenda shtëpisë time është. Pasi kam kaluar jetën, kam kaluar pjesën më të madhe të jetës. Ishte shumë e bukur kjo. Duke qenë për shkolla, me nxitim, duke bërë dhe 2-3 punë një herë, jam kthyer në shtëpi dhe jam më e lumtur se sa kurrë brenda në shtëpi. Unë jam shumë e lumtur për ty. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Është emocion shumë i bukur kur ti vërtet shikon njerëz që i ke afër, edhe shikon që këtë që thonë nuk e kanë thjesht për fjalë, por që ti e ndjen dhe e rezatojnë në çdo gjë që bëjnë. Kështu që vërtet jam shumë happy që e ndave, edhe që e reflekton dhe që frymëzon me modelin tënd. Kemi nevojë për shembuj që na mbushjen. Unë nuk është se nuk jam natyra që dua t'jap shembuj apo dua të bëj. Ne kemi nevojë për shembuj. Ti nuk është se e bën për të dhënë shembull, po ti e transmeton në mënyrën tënde, kështu që ato njerëzit e marrin energjinë. Shumë faleminderit. Kështu që nuk i shtova asgjë asaj që vërtet është gëzuar dhe shumë faleminderit që më pate pjesë. Ishte shumë si gjithmonë, unë ftesat e tua i pres me shumë qejf gjithmonë, jo vetëm unë, por dhe Soreni, dhe kësaj radhe pa që unë kisha vënë në kalendar, ne kemi një kalendar të përbashkët që shënojmë gjërat që ta dim kur nuk jemi në shtëpi, si do organizohemi, ku shti, kur çfarë po bën, dhe kur pa Food Lovers, tha kur do dalim, tha nga shtëpia që të shkojmë te Food Lovers me vonesë si gjithmonë. Se unë i thash ti nuk je te Food Lovers. Sot jam vetëm unë te Food Lovers. Herën tjetër do t'i themi Sorenit prap që të jeni prap bashk. Ne kemi një pyetje të fundit që e mbajmë si pyetja pikante. Okej. Nuk e di sa shkon mbas ëmbëlsirës. Akoma se kemi mbaruar ëmbëlsirën, marrim pak pikante dhe por unë them gjithmonë që nuk janë aq pikante sa duken. Dhe si gjithmonë, ne kemi një shots me rum, që kjo konsiderohet për ta pirë nëse ti nuk përgjigjesh, por unë sot do ta pi. Si u përgjigje, si su përgjigje ti do ta piu. Ti ta pish, unë i përgjigje me shumë qejf kësaj, cila është pyetja që të nervozon më shumë dhe pse.
Tani apo në përgjithësi? Sfundmi. Në përgjithësi mua më nervozojnë pyetjet që janë shumë intime dhe që merren me gjëra zgjedhje të jetës. Do të thënë unë jam shumë e kujdesshme dhe nuk bëj pyetje. Nuk bëj vrejtje, jo se jam hipokrite, por nuk bëj. Nuk i futem njerëzve, nuk i bëj atë që nuk duhet ma bëjnë. Unë kam marrë një spunto nga kjo pyetja që ti do bëhesh pyetja që bëhet gjithmonë kur do bësh fëmijë, a mos jesh taxan nga këto gjërat, do të thënë kjo është pyetja e vitit të fundit, që dhe kjo ka të paktën një 2-3 muaj që nuk po më bëhet, që kur unë fillova një fushat disa mujore, që ktheva përgjithë dhe tregova moshën time të vërtet, që aty ora me qetësi të gjithë, kur I them të gjithëve, dhe ja them kështu, se njerëzit duan të çajnë hallin gjithmonë. Atë mendojnë që ti ke një hall dhe duan të çajnë hallin, kështu që unë thash më mirë, t'ua jap si hall. Kështu të them, po aman, si ta bëj se jam 49 vjeç, po bëj 50, aty thonë, ups, ka shumë pak që vazhdojnë këmbullin. Mirë, por nuk është faja e tyre që ato mendojnë që ti... Kur ju thua këtë të lë të qetë, shumë shpejt për të gjyrë dorë nga këtë gjërë. Ku pas kam qënë. Kështu që rumin do ta pi unë. Do ta pish ti, se unë përgjigja. Ky episod u mundësua nga Fix.al dhe shkrela Olive Oil.